studio dhe në këtë pjesë të dytë të programit do të flasim pikërisht për ato që kanë mbushur sërish mediat kudo në botë në lidhje me dasmën e vitit, dasmën showbiz të vitit, siç e kemi titulluar edhe ne këtë pjesë të dytë të programit. Dua Lipa dhe Callum Turner pikërisht kanë festuar në Palermo, në Sicili, vendi ku ata kanë zgjedhur të presin edhe të mbledhin të gjithë miqtë e tyre për të pasur 3 net feste të papar, të cilat në fakt pasuan martesën e tyre që bën në bashki në një nga pikat në Londër, pra ku ato bën edhe celebrimin e tyre. Aty ishin momentet e para kur e pam të veshur në të bardha Dua Lipën, po sigurisht jo me një fustan klasik. Për të komentuar në lidhje me këtë dasëm, me gjithë festimet, edhe me ato informacione që janë mundur të shpërndahen dhe të dalin, edhe pse ajo ka zgjedhur që ta mbajë gjithçka shumë të rezervuar, unë do të pres 3 të ftuara tona me të cilat do ta komentoj. Me nisim me sipërmarrësen Marcela Lati vjen në studio. Marcela. Mirë se erdhe, dashur. Ja ku jemi të flasim për një dasëm sot, dasma showbiz e vitit, këtë nuk e themi ne, kanë thënë gjithë bota, për Dua Lipën. Ne zi presim të zbulojmë më shumë se gjatë gjithë ditës sot kam qenë për të parë lajmet, por shumë hermetike. E kanë mbajtur hermetike. Megjithatë kanë dalë sa gjëra, do dalin. Do dalin, do kemi edhe ne plot gjëra për të thënë këtu. Të falenderoj që jemi ne. Faleminderit. Presim eksperten e Bonton, Olesja Leço. Olesja. Wow, mirë se erdhe, dashur, kënaqësi që të kam në studio, dukesh kaq bukur, Olesja, shkëlqen sot. Një koment për me një fjalë vetëm, dasma e Dua Lipës edhe Callum Turner. Nga aq sa mundëm të shihnin, mua më pëlqeu. Të pëlqeu. Edhe zgjedhja location dhe gjithçka. Edhe mua më pëlqeu. Vendi edhe pse pati polemikat e veta, po do t'i komentojmë të gjitha pas pak. Të ftoj të ulesh, do t'jemi pas pak me panelistet tona. Dhe do të vijë sërish në panelin ton një stiliste e mirënjohur, gjithmonë e mirëpritur në tema të kësaj natyre. Dëgjojmë me kënaqësi Anila Konomi, e presim. Wow, Anil, mirë se erdhe, kënaqësi kam në studio. Je bërë ti sot për wow. Po dhe ti, edhe ti. Faleminderit shumë. E bardha të shkon shumë. Faleminderit shumë, po tash do ta komentoj çik këtë kravatën tënde se është e pamundur, është kaq e bukur. Është Erina, se pas po Erina kemi folur për Erina, është një tablo, një kravat. Premëndafshi, edhe duket kaq e bukur. Është pikturë e saj që ti pikturë e saj që ne kemi kthyer në krevat, edhe pothuajse ai ka unike, domethënë kjo është unike dhe nuk ka një të duket kaq bukur në këtë veshjen tënde këtu sepse bie shumë syt. Falenderoj shumë që je. Edhe mirë se erdhe edhe një herë. Ja tek jemi, ndërkohë që ne reatohemi, unë do ta nis me materialin, do ta nis me materialin që kemi përgatitur, është një përmbledhje e asaj që ne kemi mësuar deri tani e dasmës, e imazheve që kanë dalë, ato pak video, ato pak foto, gjithsesi por që flasin shumë, pak po flasin shumë. I shohim. Pas një ceremonie shumë private civile në Londër më 31 maj, këngëtare me origjinë shqiptare Dua Lipa dhe aktori britanik Callum Turner u martuan sërish të shtunë më 6 qershor. Këtë herë çifti organizoi një festë madhështore në Sicili me një celebrim luksos që sipas raportimeve kushtoi rreth 1.73 milion dollar. Festimet nisën që të premte në qendrën historike të Palermos me pritje ekskluzive në Gallery of Modern Art Palermo dhe në Palazzo Gangi, ku Dua Lipa u shfaqe veshur me një fustan të bardhë lëkure të punuar nga Bottega Veneta. Çifti organizoi një festë në rrugët e qendrës së qytetit me qindra miq, ku sheshi historik Croce dei Vespri u transformua në një librari vintage si një referencë romantike ndaj mënyrës se si ata u njohën, duke lexuar të njëjtin roman. Më pas të shtunë mes vilave historike, pallateve aristokrate dhe hoteleve luksoze, çifti kishin ftuar shumë personazhe të njohur VIP, duke kthyer Palermo në një skenë ndërkombëtare të muzikës, modës dhe jetës mondane. Sipas mediave të ndryshme botërore, ky celebrim u quajt si dasma e vitit. Mes 200 të ftuarve nga Los Angeles, Londra dhe Parisi ishin dhe emra të njohur si Donatella Versace, Charlie XCX, Kevin Parker, John Alwyn, Mark Ronson, Olivia Dean e shumë personazhe të tjerë. Qendra e festimeve ishte Villa Valguarnera, një rezidencë mrekullueshme e shikujet të modjet e njohur si Versaja e vogël. Villa e rrethuar me kopshte monumentale me pamje nga deti, është një nga rezidencat më të bukura baroke të Sicilisë dhe ka shërbyer si skemë për filma, reklama dhe seriale të njohura.
Çifti shkëmbeu betimet e martesës në një gazebo brenda vilës, ndërsa këngëtari me famë botërore Elton John, i ardhur me avion privat në Palermo, interpretoi këngën e tij të famshme Your Song në piano. Më pas të ftuarit shijuan një banket me specialitete tradicionale siciliane. Pas darkës, atmosfera u kthye në një festë të madhe vallëzimi në ritmet e DJ-ve të famshëm ndërkombëtar si Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta e shumë të tjerë. Historia e dashurisë së këngëtares Dua Lipa dhe aktorit hollywoodian Callum Turner është mjaft e veçantë. Të dy u njohun para festës së ditëlindjes së një miku të tyre në Los Angeles dhe gjatë bisedës zbuluan një rastësi të vogël por shumë të ëmbël. Ata ishin të ulur pranë njëri tjetrit dhe kuptuan se po lexonin të njëjtin libër në të njëjtën faqe në të njëjtën kohë. Kanë dhe historinë e njohjes si të kopsitur si në për filma, është gjithçka perfekte. Çudi e madhe, kishim harruar që njerëzit lexonin edhe mund të flisin për shkak. Edhe flasin për libra dhe dashurohen duke folur për librat. Shumë e bukur. E bukur historia dhe edhe çifti besa, është një çift shumë e bukur. Dua Lipa jon një herë është të zëvitse. Çika jon, e bukur. Çika jon, është e vërtet. Kjo është që ne edhe në të rreq, ato po i bëja pyetje vetes, domethënë që kaq e bukur është dhe kaq të rrehse apo është ajo pjesa e nacionalitetit që na të rreq. Që na të rreq çik gjakun. Dhe që ne tani ne tivozlik për të do bëjmë, si do Po jo vetëm, unë mendoj që ajo ka shumë element që e bëjnë ato shumë të rrehse. Në këtë event, domethënë në dasmën e saj e tregoi më së miri atë dhe thjeshtësinë, sepse vërtet ka luftë. Po, për të parë një çik edhe nuk kam parazir, nuk e di nëse kanë dalë fustani që ka patur në festën e fundit. Jo, akoma. Është vetëm ai fustani ditës së parë në Palermo, ai me kurrizin jashtë. Ai që e pam të kërcente, vetëm ai fustan ka dalë deri dhe nuk e dim nëse ajo ka zgjedhur apo jo ta vesh fustanin e stilit të princeshës ose fustanin e bardhë, le të themi më klasik në një dasmë. Kam përshtypjen që jo. Fustan të dizenjuar nga Donatella Versace, një për ceremoninë dhe një tjetër për festën. Por kaq, nuk kemi detaj akoma të asaj natë. Vetëm ky fustan ka dalë i gjatë i bardhë. Po, ky është ai Bottega Venetës, me pjesë zalëkure dhe me pupla. Me pupla, spina hapur. Vetëm ky. Tani ka gabuar vetëm në një gjë të vogël, sipas gjykimit tim. Ku? Që ka mbajtur orat. Atë me marketingu me Bulgarin, po me i fustan në mbrëmja, nuk duhet mbajtur ora. Është sipas etiketës spontanit, mendohet që me një fustan mbrëmje darke apo nusja me një fustan të tillë nuk mund të mbaj orën. Po orat e saj ishin ora bijou, sepse ishin me gur, ishte me kapak dhe nuk duke si bërzuluk, kurse tjetra ishte orë, gjithmonë edhe ajo bijou sigurisht. Por që e vetëm gjë nëse do donim të gjenim një defekt. Jo, unë po të donim të gjenim, po i themi në fund që themi të mirat, pastaj ai dhëndri pash një dy foto, ai kishte kanatiera apo t-shirt, po është edhe ajo. Shumë i dua. Si mund të dhesh të ishte veshur me kanatiera? Edhe mua vranës. Jo, ka një shpjegim, sepse po ta vëshre, vërtet... E ju të këmisharisë, ju mendoni që duhet të mbajt? Jo, duhet të mbajt, po mos harrojmë që është bërë në pjacë, është bërë në shesh. është bërë në shesh, pra ka pak stil urban, ka pak thjeshtësi në gjithë të gjën. Dhe si duket... Do të ta bënte shumë të vërteta, jo shumë të stisur, diçka naturale, po. Ka element luxury, se për shembull fustani është i bërë me një material jashtëzakonisht me teksturë shumë të shtrenjtë, me pupla struci. Po, s'ka gur, nuk ka luxury që vërtet. Edhe vetë dasma, çfarë kemi lexuar, është në stil shumë minimalist. Luksi i qetë. I përbajtur. Jo dasmat stil Dubai, jo kompozime të mëdha lulesh, pra kanë respektuar natyrën, historikun e vilës kur është bërë dasma. Dhe aty ka kaj shumë natyrë dhe historik, sa është shumë gjuna që ta prekësh duke e mbi ngarkuar. Është quajtur Dolce Vita, dhe më thënë është një dasmë si Dolce Vita, stil sicilian, e përmëzuar nga, do më thënë, ose një dasëm elitare, por deri te fustani Marcella e di më mirë, që fustani për shumë dhe i dyti është stil romantik, po dhe bohem, po ta vëshre, sepse nuk është ai fustani nusëris princesh që ne jemi mësuar. Ka shumë pjesë të zhveshura, se në përgjithësi nusja është më e mbuluar. Ai është një fustan feste i paradasmës. Thjesht është i bardhë. Ajo është fremden, ajo mbrëmja. Flasim pak për veshjen e parë njerë, sepse ajo aty e nisi dhe ajo martesa e saj ka ndodhur atje, pra aty është bërë dhe është shumë e rëndësishme sepse betime, celebrimi, ceremonia. Që ka një rëndësi të veçantë dhe do thonë me zë shumë të lartë kjo. Pra ata aty kanë hyrë single dhe kanë dalë burrë dhe grua të martuar. Në momentin e celebrimit, do të thonë ai është një moment vërtet
official, dhe mbase të paktën këtu në Shqipëri vajzat e marrin një çik më kollaj se do kim të bëjmë celebrimin. Po në fakt ajo ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe më Veshja që zgjodhi Dua Lipa këtu është komentuar gjithashtu shumë dhe është pëlqyer shumë, është pëlqyer shumë. Shumë e bukur. Një nga kostumet Chaparel, sigurisht që e marr dhe si të them sjell ndër vite, sepse e kanë veshur dhe aktor të famshëm. E ka veshur gruaja e Mick Jaggerit. Po e di çfarë më ka bërë përshtypje, për shembull. Ditën e dasmës së saj. Unë si specialiste shikoja si ka mundësi ria ajo xhaketë se është stil vintage. Ka fortesa, bel. Po ajo xhaketa kishte një gjë bezh që komentuan dhe çfarë janë këto gjëra. Tendencë edhe në bustat e veshjeve në sëris të 2026. Kemi parë për herë të parë me këto fortesa që janë në pjesën e një stil vintage. I kthyer 1800. Pra ka veshur bust poshtë, që ndoshta edhe xhaketa, është xhaketa e bërë me prerje të tillë që ka ca fortesa në ansore. Se i dukeshin, se ato i dukeshin tash, është okej. Fortesat nuk vijnë nga ajo. Xhaketa i ka të vëna. Marcela, ato i dukeshin, nuk e di vurereti në foto. Po, janë element. Tash është okej që të dukeshin? Po, ka qenë qëllim në vetveta. Okej. Sepse në të shumtën e rasteve, sidomos së fundmi, në start të ri po i japin vlerë dhe po i lënë të dukshme tamam për të vlerësuar punën e dorë. Punën që është bërë më herët e. Është qëllimi. I ka zënë halli dhe ata, tani se në këtë garë të fortë, duhet ta ridimensionojnë punën e dorës edhe ta shesin në një punë tjetër. Të gjithë tregojnë. Ishte pak a shumë pana, aris bet, bezh, Ivor, do më thënë që ishte disa nuanca. Çfarë flet për Dua Lipën? Çfarë tregon për Dua Lipën zgjedhja e një veshje të tillë, një kostumi të tillë? Si mendoni? Unë mendoj kjo që tha Marcela shumë e rëndësishme, që pse i ka kushtuar vërtet rëndësi dhe shumë e rëndësishme, vërtet në që ti të dalësh edhe të kesh një kostum që të prezantoj. Është tipike një nuse jo konvencionale. Nuk zgjodhi fustan, zgjodhi kostum. Zgjodhi një kostum i cili është konsideruar si një lloj skandali në kohën kur është veshur për herë të parë nga në ditën e dasmës nga gruaja e ardhshme që do të ishte Mick Jaggerit. Pra ajo thyu komplet një traditë në 58-ën, në 71-shin. Të them një gjë shumë që është shumë që pas pandemisë, do më thënë 2019, këte e ridimensionoi tregun e dasmave. Shumë njerëz nuk vendosin që mos bënin më festa për shkak të situatave, por ta kryeni gjithsesi rritjen e martesës. Unë nuk besoj që Dua e ka lënë se s'do të bënte festë. Unë mendoj që Dua ka dashur të jap një mesazh dhe të tregojë se cila është ajo. Pra ajo nuk është ajo vajza që vishet poshtë një fustani princeshe. Tregon personalitetin e saj shumë të fortë. Jo, mund ta gjykoje, unë nuk e mendoj kështu. Mund ta gjykoje kështu në rast se nuk do të kishte një festë të madhe më pas. Nëse do të ishte zgjedhja e saj e vetme për t'u paraqitur nusa një herë në jetë, vetëm me një imazh nuk jemi të sigurt nëse do bën ta të zgjedhja. Pra ajo ka dasmën tjetër dhe ka 2 fustane të tjera nga Donatella Versace. Pra e ka të gjithë mundësinë për të dukur nusa ashtu si për t'i provuar të gjitha. Po fakti që e ka zgjedhur aty, fakti që ka zgjedhur ta vesh ditën e parë, besoj që ka dhe një shumë e bukur kjo gjëja e të vajturit me një kostum shumë elegant për të celebruar. Ajo ka dashur të jetë të bëj historinë, gjitha të lërgjurëm, sepse me këtë kostum ajo ka hyrë në histori dhe ka bërë histori, pa tjetër, e para kjo dhe e dyta ajo nuk ka zgjedhur të ketë atë fustanin klasik. Ajo ka zgjedhur të jetë një nuse, moderne, fashion, po do jetë edhe klasike, ka qenë mbrëmë. Mos harroni që ajo është një këngëtare muzikës rock, pop rock. Kanë qenë të ftuar legjenda të muzikës rock në dasmën e saj, Elton John, Madonna gjithashtu, Robbie Williams gjithashtu, Mick Jaggeri, homazh të gruas së cilit ajo i bëri letimin e farmyrë ose vetë për të risjellë atë moment, edhe ai një rocker legjend. Scenografin ajo ka zgjedhur që përshtatet shumë stilit klasik, stilit historik, sepse nuk e ka bërë dasmën në një ambient të mbyllur, e ka në ambient të hapur, por shikojmë edhe vallëzime festa është në rrugë të Palermos. Pra prandaj dhe ka zgjedhur stilet e fustaneve. Nuk është dasma akoma. Ajo është festa. Fustanin aty e ka veshur. Festa traditor. Shiko, festa kishte nisur me një vizitë në galeri arti. Ishte shkuar të shikonin të ftuarit një galeri arti, pra të vizitonin një ekspozitë të artit modern. Po, sepse kishte bukuar në qendër. Kishte aktivitete ky 3 ditë
ideja Rudina nga si e pashun. E para njërë që më pëlqejon e bukur adheu dhe ma të fustanin, ma të kostumin klasik, shumë e bukur. Një zgjedhje mendoj për një darkë dhe një dasëm intime me 8 persona, pa tjetër që nuk do të vishe me fustanin e princeshës. Kjo festa pastaj, locationi shumë i bukur, ato që thanë edhe zonjat në studio që zgjodhi historim, pikërisht nuk zgjodhi këtë luksin e dukshëm, që mund të zgjidhte, pra si një pop star që mund të bukonte hotelet me 5 yje kudo në botë, zgjodhi historinë, zgjodhi të tregojë që intereson kultura. Një hotel është me 5 yje në Palermo. Një hotel është me 5 yje në Palermo, shumë i mirë dhe kjo vita, por mund të zgjidhte çfarë të donte, por zgjodhi pikërisht të që ne themi, dhe mua më pëlqeu shumë, historinë klasike europiane. Pra, zgjodhi stilin e përjetshëm, nuk zgjodhi luksin e dukshëm, ose nëse duhet themi old money. Zgjodhi pikërisht atë vilën që ka një histori, zgjodhi një location që mendoj unë përshtatet pak me stilin ton. Vila në vetvete ka qenë në seti i xhirimit të filmit Dredo Park. Po, patjetër, ishte një historike e 700-ës. Ka qenë e disa filmave, por unë dua të them gjithë festa e bërë, pra se ku mund ta bënte ajo në një vend që të bukonte, pra të gjithë qytetën, pra ta mbyllte, është pak a shumë stili, ka dashur të tregoj dhe traditën, sepse ne do të na pëlqente të ta bënte në Shqipëri, po mendoj që ne ende nuk kemi struktura që të presim gjithë të vipa internacional që të na vinin këtu. Ndaj, mendoj që zgjedhja ishte shumë interesante, pra që e ka bërë në qytet dhe për treguar traditën e dasmave shqiptare. Tradita, 3 ditë, si që bëjmë neve. Me gjitha të për kuriozitetin e shumë njerëzve, duhet të them edhe pse lidhja e Dua Lipës me Palermo në është kaq interesante. Në 2023-in, Dua Lipa ka qenë imazhi i një këpuce sportive, që s'poja themi emrin, për efekt marketingu, në Palermo, ajo ka bërë edhe foton, pra njerëzit tani po ta them dhe po të shkojnë ta kërkojnë do ta gjenë, ka bërë edhe foton me imazhin dhe me bluzën sportive, pra me bluzën e futbollit të qytetit të Palermos. Aty mendoj është dashuruar. E ka vizituar. Ka bërë ato rrugë, është filmuar pikërisht me këtë që është sot. Ka një lidhje emocionale, është buri i saj, pra ka bërë pushimet. Po unë mendoj më shumë se sa pushimet ka vendosur dhe ku do bëj festën. Ka qenë një pikësimi. Ose ajo zonë, Palermo, Sicilia e gjitha është ende pak wild, është. Nuk është wild, është shumë e bukur, madje aty afër. Jo, është shumë origjinale. Është origjinale, ka plazhe shumë të bukura, ka ushqim shumë të mirë, dhe pikërisht të thonin ato pak gazeta që munda të lexoj, që ka përshtatur edhe këtë stilin street food shumë të mirë të Palermos. Ka përdorur kanolon, do të them edhe një gjë, ka përdorur dhe kanolon sicilian, të lexova në një nga këto lajmet italiane, kanolon sicilian që në fakt më e mira në të gjithë Italin bëhet pikërisht tek hora e arbëreshve. Dhe kush ka parë Tufatin, dhe është shumë afër Palermos, që ta vizitoj, unë e kam parë, është një kish bizantine në qendrën e qytetit dhe përballë është një pasticeri bar ku bëjnë këto kanolot sicilian më të mirët në të gjithë Italin, dhe janë pikërisht hora e arbëreshët janë de albanezit, tonë ata që janë të arbëreshët janë shumë afër me Palermon, dhe nga që merren me bregtorisë është si plaja, jo, mendoj që kanë këtë rikotën të gjizën më të freskët dhe është mendohet kanolo më e mirë. Ka qenë pjesë, e lexova, ka qenë pjesë e menus. Kështu që na ka përmendur dhe me pak them edhe në këtë stilin në borret e shtëpisë, pra gjëja. Unë mendoj që ka parë një film, e ka parë si një film. Ajo ka pasur ftuar edhe nga Shqipëria, do të thonë shqiptarët e Kosovës. Kanë mbetur shumë sekret, kërkova diçka të tillë, mendoj jemi një këngëtar. Shikoj, Sinan Vllasaliu, këtë këngëtar. Dolën lajmet për të që ishte i ftuar në dasëm të këndonte dhe për koincidencën e keqe të tij ai u aksidentua dhe është po, dhe ka dalë fotoja e tij dhe madje e bia ka bërë një postim dhe ka thënë që jemi të ftuar aty, ai është i ftuar, po për fat të keq do ketë patur personalitete është koincidencë shumë e çuditshme që ka ndodhur dhe ai nuk mundi të shkonte, sepse ka ndodhur disa ditë para dasmës. Mendoj që ato ditë në Palermo duhet ishte ose ti të fituar në me babain e Duas, Sinan Vllasaliu, dhe kam përshtypjen që duhet të kenë një marrëdhënie më të hershme njihen, edhe plus pastaj që është një këngëtar që pëlqen shumë në Kosovë. Dhe në vend të tij më pas është ftuar Besnik Qaka, është këngëtari tjetër që
është sërish një këngëtar shumë i talentuar. Ka kënduar. Është shumë i talentuar. Dhe është ai që ka shkuar, Besnik Qaka që ka shkuar të këndoj atje dhe jam e sigurt që ka një repertuar fantastik për ka zgjedhur të këndoj. Foto dhe video. Sepse ka respektuar rregullat, kanë respektuar kushtet e vendosura nga nusja. Masa shumë trepta sigurie. Çfarë nuk do jepnim të shihnim çika ata VIP-at e Hollywoodit. Mendo ata turistë që kanë qenë në Palermo. Antoni ka dedikuar një këngë asaj. Ballet shqiptare të luajtura në dasëm, kështu disa bukur. Do kenë qenë shumë bukur sepse Dua Lipa është filmuar shpeshherë që edhe i ka kërcyer në ambiente miqësore, shoqërore, kështu patjetër mendoj do ketë pasur një pjesë të Shqipërisë aty brenda. Nëse ajo do ndajë ndonjë pjesë nga dasma, nuk do mungoj pjesa Shiko, unë nuk e di nëse e kemi ne foton apo jo, po mazu syt është një moment, është një centro ku është e qëndisur me punimtore, gjyshet tona, pra të më kujtoj dhe muzikë, ishte një brekje shumë me origjinën së saj, emri i Duas edhe i Kallum i qëndisur. Këta dasma që bëhen në për agriturizme, këto lloj detajesh kanë. Do më të varet shumë nga stili, dhe varet shumë nga stili lloj të dasmës që ti do të bësh. Ajo e ka zgjedhur këtë luksin e qetë, që në destinacionin që zgjodhi, që kështu jo dije që të gjitha detajet të tjera. Edhe kështu ishin shoqëruar, Marcela duhet ta di. Disa pika në Palermo ku do bëhet dasma, do më kush bër dasma, jo vetëm në një pallat. Flitet që është Aleksandra Grillo, një nga është si emër, po akoma nuk është. Ajo është kuratorja e dasmën e Kiara Ferranjit. Pak a shumë ishte konceptuar, do me thënë, prej guri, prej liri, me këto fjongot në karike, me këto tantellat, do më thënë çdo gjë ishte shumë natyrale, me këto ngjyrat pastel. Ngjyrat pasteli ishin vetëm bezh, arisbet, e vetmja gjë që binte në sy ishin bizhut, për shembull mua më bëri shumë përshtypje edhe te kostumi, bizhuja që ishte me gjarë për e bulgari. Ajo ka qenë që në vitin 1940. Ajo, nuk e di nëse është e vjetër apo jo, po që në sfilatën e vitin 1940 ka qenë kulmi e asaj të bizhuja. Kombinimi mendoj unë, jo vetëm në veshje, pra kombinoj një gjë të thjesht me një gjë ekstravagante. Se grimi ishte shumë le të themi, për sa i përket luksit dhe kështu, po një detaj. I rrin këto detaje sepse është patjetër, po edhe lokacionet, do më thënë Palermoja dhe Sicilia, patjetër me atë sharmin e jashtëzakonshëm që ka ajo zonë e Italisë, po dhe pallati ku ajo ka zgjedhur të bëjë këtë festën e madhe që ne e shohim me ato ambientet e jashtëzakonshme, është xhiruar aty Il Gattopardo, filmi i Luchino Visconti, dhe Luchino Visconti kur e ka xhiruar këtë film, më thënë, aty bëhet fjala për një jetë mondane, pra personazhet dhe ngjarja ndodh mes një borgjezie në një fazë dekadente. Ka pasur një lloj elite europiane duke jetëra. Ekstremisht të pasur, pra ishte dhe madje Luchino Visconti një detaj që dihet për filmin është që kur xhiruar aty është xhiruar me gjithçka reale. Pra që nga ambienti që ai zgjodhi, pra vendi ku gjithashtu Dua Lipa ka zgjedhur të bëjë dasmën, veshjet e personazheve kanë qenë veshje reale, bijuterit, gurët e diamantit, gjithçka ka qenë origjinale, sepse ai kërkoi që aktorët të ndjeshin brenda një luksit të exageruar, si duhet ishte dhe atmosfera. Dhe atë, dhe duket mua sikur e sjell pak të ekstravagancën. Po të vësh re në kombinimin e këtyre kontrasteve. Grimin e ka minimalist, tojnë natyral, flokët natyrale, vetëm një ondë të lehtë dhe çfarë? Sigurisht që bizotron, pastaj bizotron dhe fustani, që është shumë romantik dhe stil bohem, për shembull i dyti që është menduar, domethënë që është parë, ka qenë një tantel stil bohem. Kush është Callum Turner? Kush është aktori që ne kemi parë, po gjithsesi le ta bëjmë një përmbledhje për gjithë ata që ndoshta e kanë njohur më shumë prej Duas në këtë lidhje të saj dhe tashmë si dhëndri kemi dhënë na ka hyrë dhëndri në shtëpi. Shohim cili është Callum Turner. Ej, si u duke dhëndri, ta komentojmë pak. S'kam fare për këtë dhëndri, sa nuk e njoh. Që është me fatë se ka marrë gocën tonë. Duhet. Dhe, jo, unë të kur lexoj libra meriton. Ka përshtypjen që patjetër është me shumë fatë, ka marrë Galamet Vajze. Kështu që luma i për atë nuse që ka marrë. Është e vërtet. Dhe në fakt, Dua nuk është thjesht një këngëtare, ëh?
është shumë e formuar, do me thënë ti e ndjen gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë aktivitetit të saj, është e angazhuar në çështje të ndryshme aktiviste, pra ka zë dhe i thot gjërat ashtu si mendon, përfshihet në lëvizje të ndryshme le themi edhe ajo me mendimin edhe pozicionin e saj. Po kështu pastaj faqja ai webi që ka ndërtuar, portali i saj Service 95 që ju e dini që ka shumë të pasur me informacion kulturor artistik, klubi i librit që ajo ka ngritur aty edhe që propozon çdo muaj nga një titull, ku ishte edhe pikërisht librat me libri që e njohu edhe rastësisht pra në një darkë miq që ishin me Callum Turner, ata nisën të bisedonin, për koincidencë po lexonin të njëjtën libër dhe madje kishin ndaluar në të njëjtën pjesë libri, si të bëra me dorë këto gjëra. Jeni kurioz të dini se cili është libri? E sjellim dhe kopertinën e librit, se i kemi përgatitur këto. Atë libri është Trust. E sjellim kopertinën, është nga autori Hernan Diaz, fitues i çmimit Pulitzer për vitin 2022 a 2023. Sjellim kopertinën nëse e kemi. Urojmë që tani ky libër kam përshtypjen që do jetë super i shitur. Ta thosha, autori duhet. Ja, ky është libri që i ka njohur ata të gjithë. Autori do marrë një palë këpucë. Një palë këpucë. Ndoshta ka qenë i ftuar. Duhet t'i dhuroj një palë këpucë. Ky libër urojmë që të përkthehet edhe në shqip. Unë kam ca shoqe që janë single edhe ata në burra të prima të libër. Po pra. Nuk shkohet më në kafe pa libër. Është e vërtet. Por që histori është shumë e bukur, historia e tyre. Në fakt edhe çifti në përgjithësi është çift. Jo, dhe ai djalë shumë simpatik duke, shumë simpatik, shumë i ëmbël, dolçe. Pastaj më pëlqen dua që është gjithmonë është familja, më duket tipike shqiptare, edhe pse e lindur në Britani, udhton gjithmonë me familjen, është kudo me familjen. Mendoj që babai tuas është goxha influent në marrëdhënien me të. Madje edhe është komentuar së fundmi, kam lexuar artikuj që edhe i kanë takuar këtij momenti, për pozicionin dhe fuqin që ka ai në vendimet të tuas. Aty shikon maman, shikon vëllezërit, pra ajo është gjithkohon me familje, më pëlqen, tani në këtë raportin dhe në këtë mënyrën si jemi bërë në sot, kur shikon një popstar të një nivellit të tillë ndërkombëtar, të bëhet qefi kur shikon këtë mbledhjen familjare dhe këto familjet e bashkuara. Është emocionale. Kjo gjë dhe unë na e rikujton që s'ka lumturi me dy vet. Po, dhe kjo gjë duhet të vlejë edhe për ata njerëz që dëgjojnë. Mua më pëlqeu edhe dasma, shumë çdo gjë ishte detaj. Dasma e deri tani, duket sikur gjithçka ka shkuar mirë, urojmë që të ndaj diçka ndoshta, sepse besoj fotografi artistike diçka do t'i ndaj. Pak nga pak aty ndoshta do zbulojmë edhe duhet ketë kontroll mbi ato që do dalin, ne vetëm dorim aty do presim. Unë mendoj që një fustan që s'na ka treguar akoma. Fustanin me cilin ka bërë fotografitë artistike, s'na ka treguar akoma. Kështu që mendoj që Donatella fshihet mbas, mendoj, sepse atë kemi parë. Unë lexova që ishte edhe një fustan me gura diamanti që ende nuk është faqur, por që mund të jetë nga përpara. Presim ta shohim. Do t'i shohim, besoj. Mund të jetë në një gjë përpara. Rudina, mendoj që Palermos nuk i duhej Dua Lipa për të qenë më i bukur, ose është qytet i bukur, por mendoj që Dua Lipa Palermo ja ka bërë shumë unika të dasmë. Pati polemika, pati ca polemika, ndërkohë për faktin që ajo që bllokoi diçka. Po ka, kushdo që jeton në qendër dhe këtu kanë kur bën ndodh diçka o bobos, po të gjithë ankohen për. Ne nuk e di sa është e vërtet që thonin janë shpërblyer me një pagesë. Po, thoshte një 5000 pound për njerëzit, ndoshta vetëm ata që kanë qenë aty afër. Por unë mendoj që Palermo do fitoj shumë nga kjo gjë. Mendoj se sa njerëz do duan. Mendoj tani do bëjnë të pasurit e botës të bëjnë dasma të që njëti fond. Megjithatë Sicilia, ajo zonë gjithmonë personazhet e Hollywoodit, unë them gjithmonë atje kanë lënë gjurmë dhe gjithmonë e kanë, nuk e di pse e pëlqen. Italia pëlqet se ka histori patjetër. Italia është skenografia më romantike në botë. Ka të gjitha, kështu që. Është skenografi romantike perfekte. Arkitektura e bukur, njerëz të bukur, me thënë drejtën. Dëgjoj, në Palermo nuk di të jenë martuar në këtë vend shumë personazhe të njohur. Ne njohim Lago di Como, Firenze, po në Palermo, unë të paktën në informacionin që kam, domethënë një dasmë e një ylli ndërkombëtar, më duket nuk është bërë.
deri më tani, qofsha e gabuar në Sicili. Kam preferuar Lago di Como, Unë mendoj që Lago di Garda, Firenze, edhe organizatorja ka parë si një film, të gjithë të 3 ditore ka parë si një film. Dëgjoj, të gjitha dasmat që janë së fundi quhen destination wedding. Pra, të gjitha dasmat në këtë formë bëhen, marrin një fundjavë të gjatë dhe bëhen dhe ti e ke një eksperiencë. Ky është qëllimi, ky ka qenë qëllimi i kësaj. Absolutisht. Që ka qenë e tëra një eksperiencë. Mendoni që Dua Lipa e ka ndruar mbi emrin? Kjo është... Jo, pse, po pyes. Mendoni po apo jo? Tradicional nuk besoj, ka shumë antikonformiste, popstar nuk besoj. Ja, nuk e besoj. Ka një identitet në emrin dhe mbi emrin e saj, të cilin edhe po mos e kishte nuk ka investuar, njerëzit bën emra arti dhe kur nuk i kanë jo të ndryshon. Atëherë si do të jetë emri që do t'i bashkangjitet këtij çifti, siç kemi parë rrugës Angelina Jolie, Brad Pitt apo J-Lo dhe ja të shohim sa kreativ do jenë ish Ben Affleck. Pra patën këto kombinimet e emrave edhe krijoi emri i çiftit. Tani s'dua ta them të më mirë mos të vën sepse ndonjëherë nuk ndodh edhe jetëgjatësia në martesë, kështu që më mirë të mbaj atë identitetin e vet sepse po krijohet mediat në përgjithësi showbizi i vën një emër çiftit. Si ta vën Edhe le të jetë një kështu, një duk, me që ke vënë në 700 dhe po ja përshtasim locationit mondan. Kam përshtypjen që diçka do t'ja gjejnë edhe atyre, me që janë një çift të dy edhe romantik të buj. Po, edhe të dy të njohur. Dhe meriton të bëj gjithë të buj se për mua, për moshën që ka, ajo është një artiste shumë e kompletuar dhe që do ngelet gjatë në histori, do lërë gjurmë. Është më vërtet. Mendoj çfarë pati ata të ftuar, i kanë dëgjuar edhe një herë live me Elton John, me Dua Lipa, i kanë parë në performancat më pa korniza, sa bukur do të ketë qenë dasma. Si bëhet Rodina, ja në këto dasma do të kesh ftesa. Ja, ne speshojmë dot diçka në internet. Unë besoj që Dua është shumë e kompletuar si person, përveç se e talentuar, është e zgjuar, është e mençur, është e bukur, e lexuar, e kultivuar dhe e menaxhuar shkëlqyeshëm. I ka të gjitha, sepse mund të kesh gjitha këto po menaxhimi. Ka pasur babain edhe ai shfat në vetvete që ka ditur ta menaxhojë dhe të jetë është konsideruar madje termi që lexova për të ishte që është i pamëshirshëm. Do me thënë, është i prerë në gjërat e veta. Do me thënë, i kërkon, është i prerë dhe nuk falë. Gjërat që do i ka shumë të qarta. Kjo gjë ka bërë që ai ta menaxhojë ato në mënyrë perfekte. Të marrë atë që do dhe të realizojë. Vajzën e kishte Ati bravo që një gur të çmuar, një diamant ajo vetë, e gjitha, edhe ka ditë ta çojë përpara. Me çfarë vështirësia dhe çfarë objektiviteti i duhet një babai për t'ia dalë këtë me vajzën e vet, sepse një menaxher këtë rol ka pa diskutim, po ti je baba. Pikërisht pra. Ka pasur maksimumin, ka pasur maksimumin në këtë pikë. Ka ditur ta ndaj mirë këtë pjesë. Trashëgimet çiftit i urojmë jetë lumtur, tani do presim lajmet e trashëgimtarëve. Besoj që do të vinë shpejt, se kam përshtypjen që ajo e bëri shumë tradicionale të gjithën, që do doj ta shtoj familjen në fëmijë. Nuk i kemi as komshin. Qa shenjë është Dua Lipa, ju e besoni horoskopin se ne kemi pas pak. Po puna ta në gjë. Pyesim Merin, ne kemi në pjesën e tretë, po bëhemi gati edhe për të dëgjuar Merin Sheun, kështu që unë ju falenderoj, ndërkohë kishit shumë thu. Do t'i bëni një urim Dua Lipës tonë? Mbare mirë Dua Lipa, edhe se tham vetëm gjërat bukura për martesën, po Zoti të dhënë durim. Po jo. Mendoj do ketë një martesë të bukur, nuk do të thënë mos bjerë asnjëherë. Në qoftë se bie në rutinë të mund që nuk do ketë shanse, se mendoj që do kenë një jetë shumë intensive dhe adrenalin. Dhe ai duket shumë i dashuruar pastaj. Unë do thoja këtu ta shijoj edhe të investoj në këtë dashuri, se po si investove që të zgjas shumë. Kërkon patjetër investim të përditshëm. Mirë, do të flasim edhe me siguri për mënyrën se si do të shkojë martesa atyre në programe të vijim. Faleminderit shumë që ishte një bisedë shumë e këndshme. Ne do të kemi publicitet, kemi pas pak.